Deputeti i Partisë Demokratike, Sajmir Korreshi, ka denoncuar këtë të njëjtë përmes një video mesazhi gjendjen e rënduar të rrugës së Darsisë në njësinë administrative Ballagat, Bashkia e Lushnjë. Sipas Korreshit, aksi që lidh mbi 10 fshatra është i amortizuar dhe i vetmi akses për banorët drejt njëri tjetrit dhe qytetit. Korreshi akuzon institucionet vendore dhe qendrore për neglizhencë ndër vite, duke theksuar se zona përdoret vetëm për imazhe piktoreske, ndërsa realiteti është problematik. Shikoj çik, pasaportë europiane pak më lart, tham Darsi e bukur. Aty u shpjegova rrugën e lagjit si cop. Tu është me të vërtet Toskan. Po rrugën e kemi si në Afganistan, e kemi si në Gaza, urdhro. Shikoj që kemi rrugën. Darsia e front të dyja, bukurinë, që e nxjerrin gjithë politikanët kur fillojnë burën, dhe dramën. Luksi shfrenuar i qeverisë. Kapitulli vazhdon në mbyllje sipër, por ne t'i tregojmë europianëve se si çfarë standardi duhet të arrijmë europianët për të na arritur ne, se ne kemi arritur, kemi kalu, por Ai kërkoi ndërhyrje urgjente për rikonstruktimin e rrugës, duke e cilësuar atë jetike për komunitetin.